Unë e shikoj në përditshmërinë time, unë jam një vajzë shqiptare që jam lindur këtu, kam jetuar jetën time si adoleshente, si e vogël këtu, më pëlqen shumë tradita shqiptare, I love, unë përdesa kam zgjedhur të jetoj në Shqipëri, do të thotë që unë... Ti je shqiptare, dhe s'ke bërë një sakrificë. Por duhet jemi shumë realistë. Ka për sakrificë që ka ndonjë? Jo, po duhet jemi shumë realistë. Ka ikur gjysma. Janë disa gjëra që janë shumë të rëndësishme, sepse unë duhet filloj... Në radhë parë duhet kuptojmë që kultura jonë shqiptare është shumë unike dhe shumë e bukur dhe prandaj dhe të huajt vinë në Shqipëri sepse na duan. E dyta, na duan, nuk vinë për në një interes kështu? Jo, na duan sepse ne jemi shumë kalient. Shumë të... Kaliente janë. Ne nuk kemi kalient, ne jemi të përvëluar në trut. Qa kalient? Jo, jemi, do më thënë, kemi një kulturë shumë të ëmbël. Nuk ka folë për vetën. Unë dua që njerëzit që na dëgjojnë sot të thonë që kultura shqiptare është shumë e bukur. E bukur është, pa diskutim. Bona, e ke gjetur me dashuriti moj zemra, po ne fëmijët po në rriten, po dalin, po luajnë, ndërkohë këta janë rrugve. Po jo, të gjithë këta njerëz janë rrugve dhe i ka sa konsekvente. Jo, po nuk mund të kemi kaq negativ. Jo, mos është puna negativitetit. A mund ta mbaroj dhe pastaj vazhdon. Një ndër gjërat e mia që unë kam kuptuar, duke pasur dikë që e kam për shumë vite afër, është empatia. Të qenurit, pra të vendosurit... Po ne nuk e kemi. Dhe me shku qiptarë nuk e kam dhe pik maroni. Nëna tona kam pasur gjithmonë empati. Po ka empati që gruaja shqiptare sot lam pastron, mban kalamajt edhe burrat thjesht duan thjesht kanë një punë të tyre. Albi, ëngre. Albi, e kam me ty. Gratë të tyre. E kam me ty. Mos kam gru. Jo, s'ke gru, po burje? Jo, gjë që ne nuk e kemi këtu shumë. Ja të dëgjëm qik zakun? Ja të dëgjëm zakun dhe e rotulojmë. Unë jam e këtë, dhe në vitet që po jetojmë tani në globalizm, kanë sjellë këtë adaptimin kulturor që po ndodh në gjithë botën. Nuk është më çështje e do, e pranon, nuk e pranon. Tani, Gjermania, jo vetëm që mori gjithë njerëzit e trajnuar, kulturuar, specializuar. Tani, po hapën derën, vetëm hajde të mësoj dhe gjuhën. Halli do krymë në këtu me këta që kanë ardhë. Shiko, ka një gjë shumë thjeshtë, tuhet vinë këtu për ata njerëzillikun që kemi ne, kurse ne shkojmë për anën ekonomike. Po ajo tha që është... Unë të huaj që njohë, unë jam në tjetër këndvështrim, unë njohë në marrëdhënie kontraktuale biznesi, dhe nuk më duke se ata vinë se ne jemi të ngrohtë, ne jemi kaliente, ne jemi. Por nuk na njohin me zemër. Ju mungon kjo atyre. Ata vinë me një paragjykim që po shkojmë në një vend, pa rregulla, pa me institucione delikate, fragile, me një shtet të dobët. Në këtë moment, ata vinë, dhe që mua pa. Mund të vinë, por direkt mbrënda. Lord Byroni erdhi me një paragjykim shumë të madh, të frymëzuar nga grekët, dhe erdhi në Shqipëri me këtë mendim, me një rezervë shumë të madhe dhe duke na hetuar. Në fillim ata na vëzhgojnë. Na vëzhgojnë, na studiojnë, shikojnë pika tona të dobta, shikojnë dhe pika tona shumë të mira, që kemi mikë pritje dashurin këtë. Po shikojnë edhe rendin ton që e kemi në shkallën më sipërore të mundshme. Rendin e kemi 10 me xixa. Shiko, Lord 10 me xixa. Kemi vërtet, ja pyete sa. Më shumë se kryeqytetet e tjera të botës. Për rendin... Ndryshoi opinioni dhe foli shumë. Të kanë ardhur me 10 mira kamerunsa. E di çfarë bëhet në Kamerun tani? Shiko, pavarësisht se zyrtarisht... Zaku mund të ketë takuar 1 milion të huaj, personalisht. Por ne jemi vendi më i sigurt ndoshta në Europë. Për këtë t'jesh 100% i sigurt. Dhe këtë... Se dalim natën e s'ndodh asgjë. Po, mund dalish natës dhe nuk ndodh asgjë. Dhe mund mes Tiranës ti mund numërosh 10.000 euro ti mbash në dorë kështu. Natën jo, pas ditën jo. Në mes të qendrës qytetit, sa kam shkuar në Madrid, në mund qendër, ullëm për të pirë kafe, dhe lam celularin si që lenë Shqipëri. Punë e parë edhe kamerieri, nuk të rekomandoj hiqe se do t'a vjedhin. Në Shqipëri, jo celularin, po leku kuletën dhe shkon banjo, edhe kthehesh e gjem po prap aty. Dhe më thënë, siguria është si punë e kësaj, që mund të kemi të keqen me njëri tjetrin, por jo me të huaj. Kthemi qik tek ajo që thash, inferioritet tha. Jo, nuk është çështje inferioriteti, është çështje që ne gjithmonë të huajnë, pra ne nuk kemi sulmuar asnjë shtet deri më sot.
është parimisht, pra ne jemi njerëz që Më falë, Ne duka gjini besa. Më thuaj, kështet? më falë, që po të ndërpres. Ne për të huaj kemi... Do kam bërë të debat